sport për Mitrovicasit. Sek Henry. Fitoria ndaj kampionit është bërë pothuajse pamundur për skuadrat e Superligës. Trepça vazhdon të dominojë në sezonin e rregullt të elitës së basketbollit kosovar, pasi është në seri të jashtëzakonshme prej 15 fitoreve me radhë. Ecuria fantastike ka bërë që minatorët ta sigurojnë pozitën e parë në tabelë 4 gjiro para fundit të sezonit të rregullt. Por forcën e saj ndaj ushtrisë Beqira Gish do ta provojë ylli në sfidën e javës së 25. Suarekasit kanë triumfuar në 3 ndeshjet e fundit, teksa po synojnë plasmanin sa më të mirë në fazën play-off. Aktualisht ylli zë vendin e 4 në rënditjen tabelore dhe kërkon të ngjitet një pozitë më lart. Ballafaqimi ylli Trepça zhvillohet të dielën me fillim në ora 17. Ndërkohë gjiroja 25 nis të shtunën me 2 sfida. Në Rahovec, skuadra me të njëjtin emër e pret pejen duke nisur nga ora 17. Rahovecianët janë në një situatë të vështirë pasi gjenden në fundin e tabelës, por me gjasa që të shmangën nga aty deri në fund të sezonit. Ndërkohë pejanët mëtojnë fitoren për të mbetur në zonën play-off. Të shtunën nga ora 19:30 Bora është Nikoqire e vllazënimit. Kryeqytetasit kanë zhvilluar një kampionat të jashtëzakonshëm dhe deri në fund kërkojnë ta mbrojnë pozitën e 3, teksa vllazënimi po duelon fort me Rahovecin për mbjetesë në Superligë. Kjo xhiro do të mbyllet të hënën me ndeshjen Sigal Prishtina Bashkimi, sfidë kjo që luhet në kryeqytet me fillim në ora 19:30. Në kundërshton për 25 me 37.